349.80 cent ka kushtu gypi në Termokos, në Obileq ka kushtu 2.899.12 cent. Ky sponsorizuesi yt që ti jetë të nderat, për që të arsye ti s'ke dasht me bashkëpunu me Severin, nuk ke dasht që të nderin po jo, nuk është të vërtet, o ti Halil, nuk është të vërtet. Une i kom adresu kërkesë edhe qeveris. A jenë qëtë dyja që për publikun? Të drejtoreshën e financav Zora Behluli për komunikimin tim që ka qenë unë dhe ajo për që kam kërku bashkëpunim me juve. Dhe përgjigja ka qenë, fillimisht më ka thënë faleminderit deputet që jeni të përkushtuar për punën e komunës. Unë nesër do ta kthej përgjigjen. E përgjigja vetëm e saj ka qenë, të lutem, veç mos na pengoni si vetëvendosje. Çka ka qenë? Halil, çfarë bashkëpunimi Po ti se ke votu, s'keni dash bashkëpunim. Po jo, s'ke votu për amandamentet, Unë kam kërku që komuna e Obilicit të bëj fillimisht kërkesën në Ministrinë e Ekonomisë dhe pastaj në qeveri të vije si projekt i tanësishëm. Mirë po, zoti Gashi ka dasht që shuk vetë, tu andaj të nderat, ashtu si që ja ka nda. Kryesori, ai që e përfiton të nderin e kozënërimit, është lobusi kryesori Gjafer Gashit. Nuk qëndran me kështu, nuk qëndran me Po thuju qytetare, Po që në pjëthon qytetare, këtë që po e thënë të Halili, thuju nuk qëndran. është krecisht e pavërtet. Ashtë e pavërtet. është krecisht e pavërtet. Besnik Zëmberi, kush është? Ndëgja, mos apo Slovania, amna. Po jo amna, po që ka amna në mbjana. Besnik Zëmberi nuk është kërpacu si shku e thëtë. Po, unë e menoj... Kush është Besnik Zëmberi, apo treganti? është pronor. Punon në kompani nuk e di bile është pronor. Për besja. Thuje qytetarëve se dive? Se dija është pronor. Jo që pjellë thëmë, se dija është pronor. Qka është është? Pa jo... Kjo operator e ka marrë njëtin të ndërë edhe në Termokos edhe në Obileq. Veç një mujdet ku largësi. A e ka marrë me edhe unë po tregoj tash prokurimit kështu. zënitosh? Unë e kam thonë edhe në për studiet të tjera. 239.80 cent ka kushtu gypi në Termokos, në Obileq ka kushtu 2.899.12 cent. Ndërsa gypi tjetër ka kushtu 339.47 euro në Termokos, e njëjta firmë në Obileq i ka kushtu Obilicit 1.311 euro e 31 cent. Prandaj, ky sponsorizuesi yt që ti jetë të nderat, për që të arsye ti s'ke dasht me bashkëpunu me Severin, nuk ke dasht që të nderin... Po jo, nuk është të vërtet, o ti Halil, nuk është të vërtet. Une i kom adresu kërkesë edhe qeveris... A jenë qëtë dyja që për publikun?